Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë për shtyp nga Selia Blu i ka quajtur pamjet e dieshme në GKKO ku kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ishte pas kafazit të xhamt si pamje që rikthejnë në kujtesë seancat gjyqësore të periudhës komuniste. Ai ka bërë thirrje për lirimin e Metës, ndërsa ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se është ai urdhëruesi për arrestimin, mbajtjen në paraburgim dhe trajtimin që i bëhet kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta. Hakmarrjes primitive të Edi Ramës. Ish presidenti i Republikës, ish kryetari i parlamentit dhe ish kryeministri i vendit Ilir Meta, aktualisht kryetari i partisë së dytë më të madhe opozitare, Partisë së Lirisë, i burgosur politik, u paraqit dje në sallën e gjyqit, i ndryrë në kafaz xhami, sikur të ishte një terrorist i rrezikshëm, ndonse ndaj tij nuk ekziston absolutisht asnjë provë e faktuar për ndonjë vepër penale të çdo natyre qoftë ajo. Ky akt çnjerëzor brutal, i urdhëruar direkt nga Edi Rama, riktheu para shqiptarëve skenat e gjyqjeve politike staliniste të Enver Hoxhës, babait shpirtëror të Edi Ramës dhe skulptorit xhelat Kristaq Rama, babait biologjik të Edi Ramës. Ky akt hakmarrës i verbër nuk është një qëndrim i rastit, as dhe i izoluar ndaj ish presidentit, ish kryeministrit, ish kryetarit parlamentit, zotit Ilir Meta. Në tetor të vitit 2024, me urdhër direkt të Edi Ramës, Ilir Meta u arrestue, ndër filmim tek hynte në Tiranë nga policia pa i paraqitur asnjë flet arresti. Ai u nxor me forcë në rrugë nga makina me cilën udhëtonte në mbrojtjen e gardës së Republikës, u tërhoq zvarr dhe u godit para kamerave nga policë të porositur për aktin e tyre dhe si person nën hetim u dërgua në burg. Gjatë këtyre 17 muajve në burg, si person nën hetim dhe në kundërshtim me kushtetutën ndaj Ilir Metës, ish presidentit Republikës, ish kryetarit parlamentit dhe ish kryeministrit të vendit dhe aktualisht kryetarit të partisë së dytë më të madhe opozitare, është ushtruar dhunë dhe terror psikologjik, periodik, madje dhe fizik, janë organizuar provokacion ndër më të ulta dhe më të rrezikshme, janë dhunuar të drejtat kushtetuese më elementare. Partia Demokratike denoncon dhe denon me forcën më të madhe arrestimin, paraburgimin, qëndrimet çnjerëzore në burg dhe në sallën e gjyqit të urdhëruara direkt nga Edi Rama, bastardi bllokmenëve hoxhist ndaj kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe kërkon lirimin e tij të menjëhershëm nga paraburgimi. Partia Demokratike i bën thirrje Komitetit Antitortur të Këshillit të Evropës të ndërhyjë me urgjencë ndaj akteve të hakmarrjes primitive, antikushtetuese ndaj Ilir Metës të Edi Ramës, armik i egër i pluralizmit politik dhe Ramaduro i vetëm i parë dhe i vetëm në Europë. Më jepni votën se do fitojmë përballë Ramës apo se do bëjmë libra të tjerë pas çdo palëzjedhjes që humben? Shko. Unë u them shqiptarëve do mbroj votën. Dhe në qoftë se të kujtohet, ktheu pak tek frazeologjia ime, zotimi im ka qenë mbrojtja e votës. Mbrojtja e votës. Jo, një minutë. Diktaturat s'bëjnë zgjedhje. Edhe një herë. Diktaturat nuk bëjnë zgjedhje. Ata që duhet zgjedhje duhet përmbysin diktatorin. Ata të cilët besojnë se mund të ketë zgjedhje në diktaturë,
ata mashtrojnë vetën e tyre dhe bëjnë lojën e diktatorit. Bëjnë lojën e diktatorit. Urdhë? Cilën? Diktatori si rëzohet në një moment që ka ngritur këtë strukturë? Diktatori rëzohet me lëvizje të fuqishme, me kryegritje të armatosur, me kryegritje paqësore, edhe të armatosur për ata që janë ekstremistë të majtë, ata i kanë guerile e tjerë, ne nuk kemi parti e marrjes pushtetit me dhunë, jo, sepse ajo ike një diktator dhe sjell një diktator tjetër, nuk kanë sjell rëzimet me guerilla dhe me kështu nuk kanë sjell ndonjëherë demokraci, kanë sjell në tërësi dhunë, kështu që ne i përmbahemi atyre parimeve mbi të cilat jemi themeluar, parti e vlerave, parti që besojmë se pushteti duhet buroj nga votë e lirë.